Në lagjën Mahallare në qytetin e Shkodrës, po vazhdon puna për rikonstruksionin e 7 rrugëve të përfshira në projekt. Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrje në rrugët lidhëse të disa grupeve banesash private me gjatësi 3400 metër linear që lidhin rreth 200 shtëpi me rrugën kryesore. Punimet janë planifikuar të përfundojnë brenda disa muajve, ndërsa banorët shprehen entuziast për transformimin që po ndodh në lagjën e tyre. E dim na sa kena hik, megjithatë, po i kalojmë tash me që në ushtro kjo rrugë. Edhe meritja ju është me i fjallë që kini qua zonë e kini ngrit atje, për dekterit tash jena të knoqën. Ma mërmende se tëna në kanalizojnë ujtë e zeza kalojnë, ujtë e bardha prap i banë, njëkosisht edhe ujtë e rrjedhshëm, po i kalojnë. Tash ka ardhë fundi, kanë filluan dhe i ka golemi, ka vinë të ishtruat, ka nivelojnë me fjallë, me si të asfaltin. Pra jena knoqën për punë që kanë bojnë atë knoqën. Gjithë kush ka këshyra të punë të veta me fjallë, me kapë të mundshmen, po gjithë shka dë një farë lezeti, po me mërmende si tëna janë ka i përfundojnë, besoj se po dalim knoqën. Projekti përfshin rikonstruksionin e rrugëve, rrjetin e kanalizimeve dhe ndriçimin, duke krijuar një mjedis modern dhe funksional për mbi 200 shtëpi përfituese.